Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Si e lidhur me këtë gjyshin? E dashura 25 vite më e re e Klod Dedës përgjigjet kështu. Diferencat e theksuara në moshë mes çifteve të ekranit kthehen shpesh në shenjestër të mediave roz, dhe pikërisht në këtë vorbull është përfshirë dhe ish konkurrenti i formatit të Fermës, Klodi me partnerin e tij, Ersën. Deklarata e 50 vjeçarit se po shijon një romancë me një vajzë 25 vite më të re, ngjalli një kuriozitet i jashtëzakonshëm tek audienca. Marrëdhënia e tyre u ekspozua gjithësisht për publiku në momentin kur Ersa theu rregullat e izolimit për t'i bërë një vizitë surprizë prej pak minutash partnerit të saj brenda rrethimit të Fermës. Që nga ai episod, raporti i tyre është kthyer në një temë të nxehtë diskutimi në internet. Megjithatë, jo të gjitha reagimet kanë qenë pozitive. 25 vjeçaria është përballur me një fluks mesazhesh paragjykuese, ku ndjekësit të ndryshëm kanë kaluar caqet duke shkruar komente denigruese të tipit: "Çfarë do me këtë gjyshin?" Për t'u dhënë fund zërave kritik, Ersa ka zgjedhur të heshtë me fjalë, por të flasë përmes imazheve. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një material filmik që përmbledh çastet më romantike dhe më të lumtura në krah të Klodit. Për të vulosur qëndrimin e saj dhe dashurinë për partnerin, ajo ka mjaftuar me një dedikim të shkurtër bashkangjitur videos, duke i quajtur atë njeriun e saj të preferuar.